Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka lënë të paqartë fatin e projektligjit dypartijak për përballueshmërinë e strehimit, duke deklaruar se ende nuk ka vendosur nëse do ta firmos. Gjatë një deklarate në zyrën ovale, Trump e minimizoi rëndësinë e ligjit, duke e cilësuar atë si një mërzitje të madhe, ndërsa tha se prioritet absolut për administratën e tij mbetet miratimi i projektligjit Save America Act, i cili parashikon masa më të rrepta për identifikimin e votuesve në zgjedhje. Presidenti argumentoi se ligji për strehimin ka mbështetje të gjerë nga demokratët dhe përmban elemente me të cilat ai nuk është domosdoshmërisht dakord. Megjithatë, ai nuk kërcënoi me veto dhe tha se vendimin do ta marrë pasi projektligji të mbërrijë zyrtarisht në Shtëpinë e Bardhë. Projektligji, i njohur si 21st Century Road to Housing Act, synon të lehtësojë krizën e strehimit në Shtetet e Bashkuara. Ai parashikon përshpejtimin e procedurave midisore për ndërtimet e reja, krijimin e granteve për zhvillimin e banesave dhe lehtësimin e rregullave për ndërtimin e shtëpive të parapavrikuara me qëllim rritjen e ofertës në treg. Javën e kaluar, Trump shtyu ceremoninë e nënshkrimit të ligjit për të ushtruar presion mbi republikanët që të miratonin fillimisht projektligjin Save America Act, një nismë që ka shkaktuar debate të forta politike në SBA. Ndërkohë, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson ka bërë të ditur se projektligji për strehimin do t'i dërgohet Shtëpisë së Bardhë. Sipas procedurës ligjore, presidenti ka 10 ditë pa llogaritur të diellat për ta firmosur ose për ta kthyer në Kongres me veto. Nëse nuk ndërmerr asnjë veprim brenda këtij afati, ligji hyn automatikisht në fuqi.